Unë mendoj se deklaratat e Trumpit të administratës amerikane janë aq të fuqishme që nuk tolerojnë asnjë konflikt në Ballkan. Nuk tolerojnë. Mund të ketë ekscese, mund të ketë luftë në Ballkan, s'ka teori me pas. Absolut. Jemi dëshmitar se si po shuhet zjarri në mënyrë të njanshme. Këtu, sidomos kur në pyetje Kosova, shikoni, Serbia është mendësisht dhe shpirtërisht afër me Rusinë, por gjeografikisht është shumë larg. Plus nuk po e dim edhe një fakt shumë të rëndësishme. NATO është këndell tash pas deklaratave të fundit të Trumpit dhe Serbia komplet është e rrethuar nga shtetet e NATO-s. Plus në Kosovë është prezenca e NATO-s. Duke u bazuar në këta faktorë, geostrategjik, geopolitik, ushtarak, si të klasifikojmë, me del, me rezulton se nuk ka teori për luftë. Ka ambicje, ka kërkesa për politikën e brendshme që i bojnë, qoftë në Serbi, qoftë në Kosovë, që lufta po na pret, ajo s'ka shans për luftë. Këtu na duhet të punojmë në drejtim të zhvillimit edhe ekonomik, edhe institucional të këtij vendi, që në fakt të vejmë që atë që thash në fillim, që atë listën prioritare, në mënyrë që secili objektiv të jetë në shërbim të objektivit të nivelit më të lartë. Kërcënimi më i madh, më së lehti është ta themi, kërcënimi më i madh për Kosovën janë vetë kosovarët. Sepse na e kemi edhe të drejtën më të madhe me fol në emër të Kosovës, po e kemi edhe përgjegjësinë më të madhe për zhvillimin e Kosovës. Mos mendojmë se, shiko, ky fëmija që u krijue si rezultati shumë sakrificave dhe rezultat i marrëdhënieve ndërkombëtare që patëm me popujt e mëdhej, sidomos me amerikanët, faktikisht e krijoi këtë storje të mirë dhe për një kohë të gjatë kjo storje e mirë u mbajt në fjalët e të mëdhejve. Nuk guxoj me ra nga një sukses. Nuk guxoj, deri tash ishim sukses. Po tregoj, edhe ende jemi sukses. Duke u bazuar në liritë e fjalës, duke u bazuar në vota, duke u bazuar në ndarjen e pushteteve, që është ABC-ja e një shteti demokratik, ajo po funksionon. Por tash përgjegjësinë për me zhvillu këtë shtet, me ndërtu e kemi na. Na jem ata që jem të ja ba më të këqijat. Na jem ata që mundem me i ba edhe më të mirat. Na duhet të kuptojmë një gjë. Ta diagnostifikojmë pozitën tonë. Jemi shtet relativisht i pazhvilluar, jemi shtet shumë i vogël, kem nevojë për rritje, kem nevojë për zhvillim, kem nevojë për konsolidim shtetëror. Në momentin që diagnostifikojmë këtë gjendje, na duhet t'i bëjmë hapat. Marrëdhëniet ndërkombëtare, partneriste, mundësisht, se me të mëdhejt nuk mund është me bo partneriste, e kuptaj, duhet të kenë elementin prioritar në këtë listë. Me ta mundem të ushtrojmë sovranitetin funksional, me ta mund të ndërtojmë institucionet e qëndrueshme, me ta mundemi të zhvillojmë rrugët për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm. Vetëm me ta, duke konsideruar që jemi as të vegjël, as të paditur, aq me probleme. S'kemi qarë pa kalu. Nuk mund të kemi në atë komoditetin të silem si kur shtetet e konsoliduara. Harroje këtë po. Jo. Edhe zhvillimi ekonomik është i ullt, edhe zhvillimi politik është i dobët, edhe institucionet e paqëndrueshme. Këtu na bojnë të kuptojmë aftësia e individit është të kupton pozicionin, sepse ti kur e ndërton strategjinë, pa e ditë pikën ku je, çdo rrugë nuk është e njohur. Kur e din pikën ku je, ki ambicje me shku të C-ja, ti mundesh me gjetë rrugë, po aja është aty, na këtu jemi. Nuk mundem me rajt me mashtru as njëri tjetër, as një qeveri, jemi mirë, jemi keq. Jo, tregus të tregojnë. Tregus, ka ambicje me tregu që jemi më keq, se sa jemi, ka ambicje me tregu që jemi më mirë. Mirë, po pa dyshim, qeverit mundohen me i pa anët e mira, opozita mundohet me pa anën e dobët. Këtu
perspektiva e Kosovës është në një qeveri të djathtë.